pak bëjmë pasuri, i haron familjen, e haron vëllezërit e vet, e haron akrabat e vet, i haron krejt çka i ka. Pasha Allahun thot, unë nuk friksohem thot, për ju nga varfëria, ka thënë pejgamberi. Nuk jam unë që friksohem se juve do të jeni të varfër dhe do të shkatroj. Jo, nuk është kjo që unë kam frikë për ju. Pra kjo vlen për atëherë edhe për deri sot. Thot për çka unë them kam frikë se do t'ju hapet juve dunjoja ashtu si u hap popujve që ishin para jush. Tash flet për edhe para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëjta histori përsëritet atë. U është hap atyre dunjoja, janë dhënë mbas dunjojës dhe janë shkatruar. Edhe ju thot kam frikë se juve do t'ju hapet dunjoja, do të jepni, do të garoni thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të garoni mbas dunjojës edhe do të shkatrojnë. Edhe kjo e shohim ne sot. Sa njerëz janë të mirë vëllezër. Pak bëjmë pasuri, i haron familjen, e haron vëllezërit e vet, e haron akrabat e vet, i haron krejt çka i ka. Për shkak të pasurisë. Sa njerëz dunjoja i ka mashtruar. Prej njerëz të udhëzuar, të bindur, të përulur për Allahut subhanahu wa taala, kthehen në shejtan. Kthehen në njerëz që nuk duan të dëgjojnë prej fjalëve të Allahut as një gerë, jo më tepër.